Apeli drejtuesve të mjeteve dhe banorëve që përdorin rrugën e vjetër Qafbuat-Klos ka rënë në vesh të shurdhër, jo vetëm që nuk është bërë ndërhyrje nga autoritetet për riparimin e pjesëve të dëmtuara, por as mirëmbajtje nuk ka më. Drejtuesit e mjeteve thonë se prisnin që firma mirëmbajtëse dhe autoriteti rrugor shqiptar të ndërhynin për zgjidhjen e këtij problemi dhe jo të heshnin e të mos dukeshin fare në rrugë. Gjendja vion të mbetet të njëjtë, sidomos në fshatin Klos Katund. Janë disa qindra metra rrugë që janë bërë thuajse të pakalueshme nga automjetet e vogla për shkak të gungave të kryuara në të. Drejtuesit e mjeteve vijojnë të bëjnë apel për ndërhyrje, pasi është një rrugë etike për ta, të cilën e bën çdo ditë për të dalë në qytetin e Klosit. Duke të coptuar me këtë, s'ka vënë dorë kush në këtë rrugë. Po sigurisht do të ketë, po nuk e di a dalin e punojnë, nuk e di me të ashtu, nuk di se unë e përdor se kam varrezat e babit tu edhe por e coptuar me këtë çfarë them. Firma që nuk ashtu, nuk e di për zotin nuk. Rruga vijon të jetë ende në inventarin e autoritetit rrugor shqiptar, i cili e ka në kontratën botër mirëmbajtjes së rrugëve të rajonit Qendër Verilindje.